Përshëndetje. Sot do bëj një video të tregoj një mënyrë se si të marrim sa më shumë mjalt. Do bëjmë një kontroll dhe ja nisim nga lart, pastaj do zbresim poshtë dhe t'ju them se çai kam bërë kësaj. Kjo është 2 kat. Kjo si shihet janë vesh dhe me xhupe dhe me doreza, se kjo është ose ishte mbase një ndër kolonit më të egra të parkut tim. Por do e shohim sot nëse është qetësuar, sepse ja kam hequr mëmën edhe I kam vendosur një të re. Pa shohim që është prekonduar, do ta vazhduar pjellin. Si shihet, let ka edhe sipër, edhe këtej poshtë ka pakut. Edhe si shihet është qetësu. Shpresojmë të jetë qetësu, se kjo është një nga më të egrat që kam këtu në park. Te kjo gjithmonë kam hëngër gjithë ato thumbime. Ja ta shohim mirë se çka ka bërë, ka sjell një çik mjalt apo jo. Pak të mënyrën do t'ja kisha bërë më përpara. Korniza e parë. Edhe këtu ka sjell pak, sapo ja ka nis. Kjo ka diku një javë që ja kam bërë në këtë mënyrë. Kjo mënyra në fakt preferohet me ja bërë kur është në sezon që është në volum I kullotos. Mashallah. Kjo është mirë. Dhe di sa shkëlqen atje po duket apo jo. Atëherë kësaj këtu, kjo kolonia këtu nuk ka fare pjellje ditore. Edhe për se shumë njerëz I bëjnë 2 kat ose 3 kat bletët. Mashallah që nga qetësu si duket në tresha e reja ka bërë punën e saj. I bëjnë ka 2-3 kat bletët se thot marrë më shumë mjalt, po kur e bë bletën 2-3 kat nuk merr mjalt, sepse ajo don shumë ushqim. Që ajo të ushqeje vetën njerë nuk arrin do ta ushqeje, jo më të marrësh dhe mjalt. Kur që më mirë është e bëjmë 2 kat, mashallah. Se di sa duket në kamerë është plot, copë edhe në copë. Derisa po ja ka nis duke e vullos. Kemi 3 korniza deri tani. Dhe siç thash shumica I lënë që të bëjnë pjellje 3 kat, po ja kam vendosur kam 3 kat me pjellje. Kam 3 kat me pjellje. Po nëse ka 3 kat me pjellje, asaj duhet aq shumë ushqim sa të ushqejë pjellin edhe të mbaje veten. Ajo 1 ditë, 2 ditë, po ndrej ti mrenda, që ka rashi, ajo han komplet ushqimin. Dhe pastaj ti do t'i hedhësh ushqim edhe thu se ka mjalt. Që më mirë I bëjmë 2 kat. Dhe sidomos nëse nuk I çon kullota, se nëse I çon kullota, atëherë mund ta përgatisesh 3 kat, por në moment që ti e çon kullot, bleta do të ketë dalë gjitha, nuk do të ketë pjellje të bulosur. Ti e merr thu, po e çon kullot, bleta është me korniza të bulosura. Ajo do paktën 10 ditë masi të dalë nga vulosja, nga pjellja, që të dalin nga kornizat, del për me mbledh ushqim, nuk del direkt sapo ti ta çosh. Kështu që duhet me I kuptu ca gjëra. Kjo këtu besoj se nuk do ketë fare pjellje as të vulosur, jo do I kenë dalë komplet. Mashallah, edhe kjo. Këtej ka vazhdu ta vullosi. Edhe këtej është mbush plot. Kështu që para se të vijë kullota, këtë unë e kam bërë te kolonitë e tjera, dhe ai keni para të kornizat, kjo është me 2, 4, 6, 8, 9 korniza. Por unë shumicën I lej me 8 korniza ose me 7 që ta vullosin shpejt dhe ta marr ta vjel. Edhe ti vendos prap kornizat. Në moment që I lej 10 korniza, ajo shpërndan mjaltin të gjitha kornizat edhe nuk arrin as ti vullosi shpejt edhe vonon procesi për ta vjel. Kurse në moment se do të kishte 4 kjo ose 8, kjo do I kishte mush full me mjalt dhe do I kishte vullos shumë shpejt. Se kjo ka 9 korniza, edhe ka vendosur të gjitha mjalt në sa shihet deri tani. Mashallah, edhe kjo është shumë e mirë. Duket nga pesha, nuk e di sa mund duket në kamerë, është plot deri në fund. Edhe ka vazhdu kurora t'i vullosi.
në kësaj kolonisë ku ja heqa mëmën, prandaj u hesha kështu si shifni se herën e kaluar pa ta hëngër shumë picke me këtej nga krahat, por si shifet është qetësu. Ja heqa mëmën dhe ja dhash një shoku tim, ai nuk priton me nejt me maska e me doreza, me i vesh nga 2 palë. Mashallah, shifet si është mush edhe kjo. Edhe këtu ka vazhdu duke e vullos. Edhe krau tjetër, nuk e di sa duket kam, shpresoj të shifet. Kjo besoj se nuk ka fare me tani pjellit vullosur, edhe as ditore. Edhe në moment që bleta nuk ka pjellit vullosur as ditore, se po i ke vendos një mbretëresh, ose edhe t'ja vendosur së frekondume është më mirë, unë ja kam vendosur pa frekondume, nga të mijat nuk blej mbretëresha si që kam thënë. Edhe ju që doni të merrni, duhet më tregonit pak të 20 ditë para, që unë t'i përgatisi. Nuk mund t'ua jap, thua tani t'ja të lutem ma jep një s'ta jap dot. Se unë eci me program. Ose tek ato që kanë porosi, u jap atyre, s'mund t'i lej ato, se shumica më thonë ama më jep mu, jepja pastaj atij. Nuk funksionon kështu. Kjo është pak më e lehtë. Ja, kjo siç duket ka dalë komplet pjellja kur e kam vendos për rreth funit. Edhe këtu ka vazhdu ta vullosi kurorën. Edhe këtej ka sjell. Kjo ka qenë me pjellit vullosur kur e kam hyrë për rreth fundit lart. Edhe kjo këtu ka qenë me pjellit vullosur. Mos ka bërë. Mashallah, edhe kjo nga pesha ka mjalt. Ka mjalt, kjo ka edhe polen. Edhe bleta është bërë super e qetë. Mashallah. Kështu që e shikoni si është rezultati. Në moment si i vjen më pak korniza, prandaj lëmë më pak korniza. Ja, dhe kjo dhe këtu kanë sjell diçka. Dhe kjo kanë sjell pak. Prandaj unë i le pak kornize dhe ju thoni si ka mundësi ka mush bleta me mjalt, janë fry. Dhe thonë të nuk është mjalt i pivit. Po kështu funksionon që se ti vjelesh mjalt shpejt. Që si të dalesh, marrësh mas 1 muaj, mas 2 muaj, i len kështu si që janë edhe i pret që ti mushet gjitha ti vullose. Ose do të kesh kullot fuqishme. Po në këtë mënyrën e kam përdor shumë përpara. Dhe nga fundi, nga mesi i prillit e kam përdor tek disa blet. Se unë i vjel edhe më shpejt, disa tjera janë shumë më mrapa, disa janë akoma me një kat. Kështu që kjo ka diku të 10-15 ditë që ka mbush këto kornizat kështu me një. Nuk e ka pas kaq shumë. Edhe nuk ka sushim asnjë gjë, kam di 1 muaj e ca. Vjet që në fillim të prillit, që ja kam vendos katin e 2. Mashallah, nga pesha duket se ka goxha mirë. Në të shohim katin poshtë. Si që pa ta thënë, kësa ja pa ta marrë gjithë pjellit e vullosme dhe ja pa ta vendos sipër, pa ta lënë vesh 1-2-3 korniza poshtë, edhe i kam lënë dhe mbretreshën e re, pa ta vendos çibukun edhe e di se mbretresha do të ketë dalë. Ta shohim që s'është frekonduar. Kjo ka diku tek 8 ditë që unë ja kam vendos mbretreshën e re. Kështu që poshtë do mundohemi të punojmë me qetësi, mos t'i pymosim shumë. Se në moment që nuk janë të frekonduara, këtë va them gjithmonë dretarëve të ri. Do të keni kujdes, sepse nëse nuk është e frekonduar nga tymi i shumt, ajo vrapon shpejt në korniza dhe mund ta vrasin mbretreshën. Kjo është një kornizë e re që ja kam vendos, e ka punu, përderisa ka vazhduar ka punu kornizën e re është shumë e qetë. Thotë që mbretresha është këtu. Mashallah edhe kjo që nga kornizë shumë e rëndë. Edhe këta kanë mush me mjalt, sepse nuk kanë depozitu vetëm lart, por edhe poshtë. Se kjo si që shohim nuk besoj se ka fare më pjellit vullosur, këto blet komplet kthehen për të mbledhur mjalt. Kjo është mënyrë super, që ti kthesh bletët që shumica e bletëve, me një fjalë të 70% e bletëve të kthehet të mbledhin mjalt, edhe jo të rrinë kosherë të ushqejnë pjellin. Kështu është të ta përdorësh në moment që keni kullot. Në moment që e dini që kullota vazhdon në këtë datë, ti do ta përgatisësh 10 ditë, 15 ditë para që bletat ketë dalë nga vullosja, ti të gatshme për të mbledhur ushqim.
Jo ti ke 8 korniza me pjellje poshtë, edhe ke edhe 3, 4, 5, 6 lart. Ti mos prit që të marrësh mjalt nga ajo blet. Sa më shumë do të ushqejë veten se sa të marrësh mjalt. Vetëm që se ka prura aq shumë që të mund ta bllokojnë. Edhe këtë i ka sjellur e ka mbushur të kesh me mjalt, është goxha e rëndë. Por është qetësu 90% nga era e fundit që i kanë bërë kontrollin, se keni idenë se sa e grësht. Ose më saktë ishte. Mashallah, edhe këtë i kanë mbushur me mjalt. Dhe shumë me kujdes, që të sënesh më tresha. Por do dini edhe diçka, në moment që nuk e ngjejmë mbretreshën dhe bleta është shumë e qetë, do të kemi kujdes sepse ajo kthehet në bleta punëtore në pjellje. Në moment që mbretresha mund të dalë për fekundim dhe nuk është kthyer në fole, atëherë bleta punëtore mbas 2-3 ditësh vazhdon pjelljen. Kështu që mund të shkatërrohet kolonia nëse nuk i vendosni një pjellje. Nëse e shikojnë mbretreshën nuk ka nevojë të vendos pjellje, por nëse nuk e shikojnë, do marr një pjellje ditore nga një koloni tjetër dhe ja vendos. Nuk e di sa duket, por shiko sa blet kanë ardhur këtej rreth e rreth. Por jo është shumë sa herën e kaluar me të mbretëreshën që ka pas. Kjo ka shumë blet dhe është pak vështirë që të gjesh mbretëreshën e re. Nëse është pa e shënuar. Duhem ta shohim mësisht nëse ka bërë pjellje apo jo. Si shihet, po rrinë shumë të ngjeshura sa që besoj se do të ketë pjellje ditore, do të shoh dot. Nuk i shoh dot se janë mbledh shumë blete. Nëse shohim një kornizë tjetër. Si shihet, kjo s'ka fare pjellje ditore. Pjellje ditore normal që nuk ka, se ka mbi 10 ditë që ja kanë hequr mbretëreshën. Dhe doja ta shifim nëse ka pjellje ditore nga mbretëresha e re. As këtu nuk e shoh. Nëse besoj se ju e kuptuat se si funksionon që ti kur të bësh përkullot, duhet që bleta, shumica e bletës mos të ketë shumë pjellje në moment që do të qosh diku përkullot ose ta përgatisësh ta qosh diku përkullot, jo ta qosh me pjellje të vulosur, se në moment që vjen me pjellje të vulosur ai nuk mbledh mjalt. Ai mund të mbledhë mjalt por do e konsumoje. Që mos të zgjatet shumë video. Shpresoj ta keni kuptuar se çfarë doja t'ju thoja. Se për të marrë mjalt duhet të ketë më pak pjellje, duhet ta kthesh
bletën që t'jetë në bletë punëtore që t'dali të mbledhe, jo në bletë që të rrije këtu dhe t'ushqeje pjellin. Atëherë mund të marrësh më shumë mjalt. Se nëse bleta rrinë gjitha këtu brenda duke ushqy pjellin, e ke me 10 rrugë pjelli, në 10 korniza pjelli, apo me 12, apo me 15, si që më thonë disa, e kam bërë me kaq, për nuk po sjell mjalt. E normal që nuk sjell aq shumë mjalt, sepse ajo nuk arrin do të ushqeje veten, jo të sjellë mjalt edhe për ty. Që do t'i kuptoni këtë gjë, se këtë vetëm unë duhet ta kontrolloj mësisht, se nëse nuk e shoh mbretëreshën, duhet t'i jap një pjellë editore, por është shumë e qetë, edhe kjo pjesa që është shumë e qetë e mos i gënjej, sepse unë do i vendos një pjellë editore nga një koloni tjetër, dhe mbas 2 ditësh do e hap ta kontrolloj. Nëse kanë bërë çibuk për pjellë editore, që mbretëresha ka dalë për fekondim nuk është kthy. Nëse ka vazhdu pjellin ajo, nuk kanë bërë çibuk, atëherë mbretëresha është. Dhe kjo është një mënyrë për ta kuptuar, që mos ta lini shumë gjatë, edhe ajo vazhdon pjellin beta punëtore pastaj. Siç shihet që nuk ka fare pjellë as zbulosur as ditore, ose të paktën nuk po arriti shumë. Kështu që të mos zgjatet shumë video, shihemi një video tjetër, do ju tregoj një mënyrë tjetër pastaj si do e ndajmë edhe në një koloni që është 10 rrugëmiz. Do ju tregoj edhe te kjo kolonia, me fjalë, mund të jetë me 10 rrugëmiz, do ju them edhe këtu si të bëjmë një diçka, si ti marrim 3-4 korniza me mjalt. Edhe nëse ti nuk e çon full. Këtë do e kemi në video në vazhdim, atëherë po e mbyll, që mund të vazhdoj kontrollin këtu dhe mos zgjatet video. Kështu që për çfarë do të keni ndonjë pyetje në gjë, mund të më dërgoni ose në Instagram ose në koment.